Një person i armatosur u vra pas një shkëmbimi zjarri me agentët e shërbimit sekret pranë shtëpisë së bardhë në Washington, mbrëmjen e së shtunës. Autoritetet amerikane konfirmuan se incidenti ndodhi pranë ndërtesës së zyrës ekzekutive, vetëm pak metra larg kompleksit presidencial. Sipas zyrtarëve, rreth orës 18 me orë lokale, i dyshuari nxori armën nga çanta dhe nisi të qëllonte. Agentët e shërbimit sekret që ndodheshin në zonë ju kundërpërgjigjen menjëherë me armë zjarri duke e plagosur rënd autorin, i cili më vonë dëroi jetë në spital. Mediat amerikane identifikuan të dyshuarin si 21 vjeçarin Nasir e Best, i njohur më herët nga autoritetet dhe me histori të dokumentuar të problemeve të shëndetit mendor. Sipas rrjetit televiziv amerikan CBC, ai kishte tentuar të hynte në shtëpinë e bardhë edhe në korrik të vitit 2025 dhe më pas ishte dërguar në një institucion psikiatrik. Një kalimtar mbeti gjithashtu i plagosur gjatë incidentit, ndërsa asnjë prej agjentëve nuk u lëndua. Presidenti amerikan Donald Trump ndodhi në shtëpinë e bardhë në momentin e sulmit, por autoritetet thanë se siguria e tij nuk u cënua. Pas ngjarjes, Trump falenderoi agentët e shërbimit sekret dhe forcat e rendit për reagimin e shpejtë dhe profesional. Pas të shtënave gazetarë që ndodheshin në ambientet e jashtme të shtëpisë së bardhë, u dërguan menjëherë në sallën e konferencave për siguri, ndërsa zona përreth mbeti e bllokuar për disa orë. Hetimet për incidentin vijojnë ende.